Vetëm një tufë me hithra jep lam të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Hithra, bima më e mirë e sezonit, është një nga bimët barishtore të egra me një kërcell me gjethe të saj të dhëmbëzuara që ka një pushtimët dhe djeg në përdorimin e parë. Ajo përdoret si bimë mjekësore ose në ushqim ose edhe në çaj. Të gjithë ne shqiptarët e njohim për gatimet e saj të shumëllojshme dhe përfitimet kryesore që do t'i jap në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe më herët, hithrat janë përdorur kundër disa problemeve shëndetësore. Megjithatë, deri më tani ekspertët tregojnë se ajo është efikase në lehtësimin e njësër komplikacionesh dhe sigurimin e një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Studimet kanë treguar se përfshirja e hithrës në rutinën tuaj ditore të kujdesit shëndetësor mund t'i japë shumë përfitime dhe të parandalojë gjithashtu një sër efektesh negative të organizmit. Studimet kanë konkluduar se hithra është një bimë e cila mund të ulë inflamacionin në gatime të ndryshme të ushqimeve si në sallata, në vaj ose në byrek, në supa ose në salca të ndryshme. Përfitimet që do të merrni nga kjo bimë unike do ta bëjnë atë një përzgjedhje shumë të mirë dhe të dobishme për mbrojtjen e organizmit. Mos e anashkaloni atë në ndonjë ushqim, çaj ose edhe në pije, qoftë të freskët ose edhe në gatesa të ndryshme. Hithra është e pasur me nivele shumë të mira të hekurit, kaliumit, të magnezit, vitaminën A, B, E dhe D, gjithashtu edhe të vitaminës K. Ky kombinim sigurisht që do t'ju jap fuqinë dhe do ju ndihmojë në luftën kundër lodhjes pranverore. Konsumojeni atë në të gjitha rastet, edhe për të përmirësuar organizmin dhe për të mbajtur larg komplikacionet. Ajo është e mirë kundër problemeve të tilla siç janë dhimbjet menstruale ose edhe problemeve të stomakut. Çaji i hithrave mund të zëvendësojë gjithashtu edhe kafen e mëngjesit. Kjo pije mund të konsumohet edhe për detoksin e organizmit edhe mund të përdoret për dobësi. Nëse vendosni më shumë hithra në menunën tuaj ditore, atëherë do të fitoni gjithashtu edhe një pamje më të freskët. Hithra është efikase kundër problemeve siç janë për shembull edhe anemit, dobësimi i gjakut, diarrea, gjithashtu problemet e radikaleve të lira, problemet e inflamacioneve në lëkurë dhe gjithashtu rezistenca e dobët. Sigurohuni që hithrën ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, duke ditur gjithashtu rëndësinë e madhe ushqyese që ajo bart në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët citojnë se përfshirja e hithrës në rutinën tuaj ditore mund të jetë gjithashtu një nga produktet më të mira që mund të shtoni në mbrojtje të organizmit. Hithra ka efekte të dobishme në rast se vuani nga ekzemat, dhimbjet e kokës, reumatizma dhe artriti. Po përveç kësaj, gjethet e hithrës, të cilat mund të jenë në formën e thatë ose të njomë, janë të pasura me nivele shumë të mira të hekurit, prandaj ato përdoren edhe kundër problemeve të anemisë, të shkaktuara nga mungesa e këtij minerali, citon L-Thline. Në mjekësinë popullore, hithra konsiderohet se forcon gjakun, kështu që përdoret edhe në rastin e mungesës së energjisë së plotë dhe lodhjes së shpejtë. Hithra përmban gjithashtu vitamina dhe minerale, prandaj disa nga përbërësit e saj konsiderohen të jenë kompleks natyral multimineral dhe multivitamina. Kjo është një arsye pse kjo bimë e çmuar përdoret edhe në rastin e rënies së flokëve dhe gjithashtu edhe në rastin e zbokthit, në formën e shampos dhe tinkturës për fërkimin e rënjës me flokun e dobët. Lëngu i saj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Hithra gjen përdorime si të brendshme ashtu dhe të jashtme. Rënja e flokut është një efekt anësor i zakonshëm i anemisë, kështu që hithra është e pasur me nivele të mira të hekurit që ndikojnë në zgjidhjen e shkakut të vërtetë të këtij problemi. Përveç hekurit, hithra përmban acid salicilik dhe element të dobishëm në lëkurë dhe në flok, të cilët do t'japin asaj rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Prandaj hithra përdoret gjithashtu edhe me kujdes,
edhe kundër problemeve të lëkurës dhe të herpesit, ndaj përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja mund t'jap rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit. Hithra është një bime e cila mund t'japë shumë përfitime në dobi të organizmit dhe gjithashtu mund të përdoret në forma natyrale të saj. Gjethet e hithrës, të quajtur edhe urtica dioica, janë përdorur në mjekësinë tradicionale ndër shumë shekuj. Sot ju mund ta blini atë si gjethe të thatë, ose edhe të ngrirë, ose edhe në tinktura të ndryshme. Mund ta përdori në formën e lëngut ose të çajit, gjithashtu edhe të vajit të saj. Shkenca moderne ka arsyetuar dhe ka mbështetur besimet e lashta mbi përdorimin e kësaj bime, shumë e rëndësishme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrave? Gjethet e saj janë një burim shumë i rëndësishëm i antioksidantëve si vitamina C, të cilat reduktojnë numrin e molekulave të dëmshme të quajtura kryesisht radikalet e lira në sistemin tuaj. Hithra mendohet se ofron një sër përfitime shëndetësore duke përfshirë këtu, lehtësimin e problemeve siç është edhe artriti. Gjethet e hithrës ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të kyçeve. Disa studime kanë treguar se njerëzit të cilët kishin dhimbje pasi përdorin edhe tinktura të hithrës në shëndetin e tyre patën një përmirësim më të mirë dhe lehtësim të këtyre inflamacioneve, duke e quajtur hithrën si një bime e cila është fantastike kundër këtyre problemeve. Hithra është e mirë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të frymëmarrjes. Hithra është e përdorur në mjekësinë popullore për të ndihmuar kundër alergjive sezonale dhe problemeve të tjera të frymëmarrjes. Shkencëtarët besojnë se kjo bime mund të jetë edhe me më shumë përfitime për shkak të elementeve që ajo përmban. Hithra është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të dëmshme të prostatës. Gjethet e hithrës mund të ndihmojnë në trajtimin e kushteve të caktuara të prostatës, të tilla siç është edhe ajo e cila ndikon në gjendjen tuaj. Gjethet e hithrës janë një burim shumë i mirë i kalciumit dhe mineraleve të cilat ndihmojnë në uljen e riskut të problemeve të veshkave, osteoporozës, gjithashtu edhe problemeve të komplikacioneve serioze. Ajo është e pasur me shumë vitamina siç janë vitamina C, të cilat ndihmojnë fuqishëm sistemin tuaj imunitar dhe madje ndihmojnë kundër llojeve të ndryshme të radikaleve të lira. Gjethet e hithrës përmbajnë vitaminën A, vitaminë e cila gjithashtu është shumë e mirë dhe nevojshme për shëndetin e syve. Hithra është një bime shumë e pasur me acid lineolik, quercetin, nivele të mira të hekurit, magnezit edhe të kaliumit. Ndaj mund të përdoret në dietën tuaj si një përzgjedhje dur ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu edhe në rritjen e rezistencës së organizmit. Hithra është një bime fantastike që mund t'japë shumë minerale në dobi të shëndetit. Sipas Healthline, këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrave. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon gjithashtu edhe sistemin imunitar. Ajo mund të çlirojë nga simptomat e ndryshme siç janë për shembull edhe ato të artritit. Hithra është një bime e cila mban larg problemet e alergjive, ndihmon edhe në rastin e problemeve të diabetit, i jep forcë fetusit te nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit te gratë lehona. Çliron gjithashtu nga simptomat menstruale dhe ndihmon edhe kundër problemeve të fryrjeve dhe dhimbjeve të barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron kurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul gjithashtu presionin e lartë të gjakut, ndihmon kundër problemeve të ndryshme siç janë ato respiratore, ndihmon edhe kundër problemeve dhe zvogëlon inflamacionet, është e mirë në reduktimin e problemeve të prostatës, ndihmon kundër të vjellave, lehtëson të ftohtin dhe mbi të gjitha edhe lehtëson problemet e diarres. Ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe problemeve të konstipacionit. Duke u përdorur si një larës goje, mbron në dhëmbët nga problemet të shumta, ndihmon kundër problemeve të Alzheimerit dhe problemeve të tjera nervore,
Sigurohuni ta përdorni me kujdes në dietat tuaja ditore dhe kështu do të merrni elementet e saj ushqyes të dobishëm në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.